nuk ka asnjë lloj parashikimi që mund të lidhet me familjen, të asnjë lloj natyre dhe dimensioni. Ndërkohë që shtojnë që është ligj antifamilje, për shembull, është ligj do shkatërroj familjen, që do ta degeneroj familjen, kështu është. Ndërkohë që ky ligj nuk merret me familjen. Nuk e ka në rregullimin e vet. Ti thua nuk e kam aksesuar as të plot, dhe ndërkohë flet me siguri se ti e pak ndesh këtu. Po projekt ligjet pra që kanë qarkulluar dhe nuk është se ta shohim, mirë, bëjmë tjetrën e kur dali ai që do publikohet. Por nuk merret me këtë gjë. Bindu për këtë gjë, nuk ka ç'të bëjë me familjen. Jo, ti kundërshton Dorina se un jam neutrale. Edhe fëmijët njeriu se edhe këtë do ta them, me zor nuk do ja marrin njëri. Dhe nuk do edukoj njëri fëmijë. Marrin të varfrit si puna e Luanës, marrin të varfrit. Nuk ndodh kjo gjë. Po për modele. Ndodhi kjo gjë është fatkeqësi e madhe për neve si shoqëri. Ndodhi dje dhe ju nuk bët asgjë për këtë fatkeqësi. Dhe të indoktrinoj njëri fëmijë me zor. E kishe dje në televizion edhe ke qeshur. Problem madhor ky në lidhje me këtë gjë. Kështu që janë hedhur disa gjë dhe detyra që të paktën edhe ne si institucion kemi pa dhe ne këtu po merremi si institucion. Se një nga detyrat ne kemi është të informojmë shoqërinë mbi barazim, jo vetëm gjinor, mbi barazim vetëm, mbi diskriminimin dhe mbi shumë sjellje diskriminues që mundohet. Dhe detyra ka qenë që të paktën flasim disa të vërtetë dhe hajde të bëjmë diskutim tamam ne s'kem se bëjmë diskutim me parrulla. Të bëjmë një diskutim. Ne s'kem se bëjmë diskutim me subjektivizmin tonë që kemi në kohë. Mo zotri, unë po t'i japis po m'kthe përgjigje, unë po të them. Ti nuk po kthen, ti po flet në ajër. Po të lutem shumë flasim me fakte. Je kishe faktin Luanën dhe ti po e mohon. Ti po e mohon Luanën, mo zotri, e ke me fakt njerëzor. Një të varfër që shiste kikirik në plazh. E keni marrë dhe e keni bërë trans. Ç'do të thotë kjo po e mohon? Ai nuk di çfarë do nga jeta dhe ku është, e keni lënë me skatë rrugëve. Ju po i shkatroni jetën e rinjës. Hiqe këto e keni lënë. Mor zotri është me skatë rrugëve sot. Po më ka shumë njerëz. I keni bërë telefon ju atij fëmijë? Dhe shqetësohen për shumë njerëz që janë me skatë rrugë. Okej, kush i ka bërë telefon? Siç janë dhe ato fëmijët që kur del rrugët i shef që shesin. Jo, atëherë ne pas kemi marrë. Ato me skatë rrugëve. Jo, ai ka qenë me një qendër. Këtu është ndryshimi. Ka qenë në përgjegjësinë e qendrës. Ky diskutimi që ti po bën. Jo. Përgjegjësia e qendrës ku qëndron më zotri? Ne diskutojmë këtë gjë, tash ato fondet ku shkojnë? Është e kot që flasim për këtë gjë. Zotri, fondet ku shkojnë? Për aq kohë sa kërkuam që ta verifikojnë njerëzit dhe të flasin pastaj mbi gjë. Fondet ku shkojnë më zotri? Po ku e di unë ku shkojnë fondet? Pse nuk e di për fond? Në rregull. Atëherë, një fjalë. Ne një vjeti atij ligji që ne kemi kundërshtuar. Më fal, jo të lutem se jo do blesh të mbaroj se s'po më lë të mbaroj. Po vetëm të bëj. Ne një vjeti ligji. Të bëj një saktësi. Jo, nuk do saktësoj. Jo, do filloj unë sepse po flet gjëra në ajër. Ne një vjet. Jo, ne një vjet. Fondet ku i çojmë fondet? Ah, ku i çojmë? Ne jemi institucion publik dhe marrim fonde nga buxheti i shtetit. Edhe i kemi të gjitha. Po në faqen tonë. Hy, shikoj. Nuk duhet të jesh aty janë fondet tona. Nuk duhet të jesh ti. Jemi dakord ti, kuptohemi për këtë gjë. Jo, duhet të jetë një më lart se ty tendencën ti. Përfshish gjithë gjërat me ju. Shtylla kurrizore e drejt. Fondet tona, shtylla kurrizore e drejt. Edhe juve jeni këtu, hyke faqa. Një njeri web e institucionit, një njeri ku i çojmë fondet. Që po na sulmon ne sikur sajojmë të jeti drejt me ne shtylla kurrizore drejt. Kanë përgjegjësi ata më shumë se sa ne. Nëse ne kërkojmë një fjali, ata kanë përgjegjësi të kenë transparencë fondesh, nuk ka transparencë fondesh ku shkojnë. Atëherë kemi një pikë shumë të rëndësishme në 10. Gjuajnë me ndjeshmëri. Atëherë unë nuk e kuptoj këtë ligj, mirë tha dhe Fevzi u mbrëm, se gjua me ndjeshmëri gjinore e them bukur unë, por këtu shkruhet gjua e ndjeshme gjinore gjithëpërfshirëse. Pra, një sekond. Ky ligj është kundërshtuar nga ne. Nuk e di çfarë kanë bërë, çfarë kanë fshehur, se ku janë, unë nuk e di çfarë bëhet këtu. Këtu është gropa zez. Atëherë, në certifikatat, diplomat, titujt akademik, dokumentet e certifikimit të kualifikimeve profesionale, pozicionet e punës dhe profesionet, licencat, tekstet mësimore, materialet studimore, përkthimet, punimet e referimet shkencore, si botimet të çdo lloji, këtu po hym tek arsimi. Përdoret gjuha në përputhje me gjininë gramatikore si gjithëpërfshirëse. Nuk ka lidhje këtu, mos mi ngatro mua me rom, siç mi ngatronte tek Grida Duma dikush, që nuk e di domethënë se si ulet aty. Ajo është gjuha me ndjeshmëri gjinore. Dhe si gjithëpërfshirëse, jo gjithëpërfshirëse në gjini, se gjinia ka të bëj vetëm me personifikimin seks mashkull. Më lejo të shpjegoj gjinia, nga vjen gjinia. Në vitin 1950 u hoq termi seks dhe u fut fjala gjini nga seksologu dhe nga psikologu i quajtur John Money. Ai e mori një klient të tij dhe i cili kishte ndruar gjini pra në organin genital, i cili ka vrarë veten dhe i gjithë ky proces është dënuar nga etika mjekësore. Dhe ka qenë periudha ku në bioteknologji po bëheshin eksperimente për të ndërhyrë në XX dhe XY, ku ju referua dhe dëshmia e shkencës
se është një fuqi më e madhe se sa e jona, se nuk e ndryshojmë dot analizën e kariotipit. Po sfidojnë natyrën. Atëherë, sfida ndaj natyrës dhe analiza natyrore e Zotit dhe analiza natyrore e idiotit. Pra në këtë fazë jemi ne, kur këto dy gjini që janë dëshmi e krijimit, që janë dëshmi e jetës tonë të përditshme, që janë dëshmi e jetës ekonomike, kulturore, shkencore, të cilat na e lehtësojnë jetën dhe na kanë sjellë në këto vështirësi në debate, se ne duhet ta kalonim kohën tani më për të krijuar një projekt bashk. Që Dorina t'ju ndihmonte në një projekt, po ne po debatojmë pikërisht analizën e idiotit, sepse kjo analiza e idiotit po sjell një dëshmi që nuk ekziston për të ngritur një eksperiment tek njeriu, që të hyjnë sa më lehtë tek fëmia për të realizuar njeriu në eksperimentueshëm. Dhe ne po qëndrojmë që të qëndrojmë tek potenciali biologjik dhe tek e vërteta, ku njeriu ka potencial dhe është një element për të sjellë fryte në jetë, për të qenë një punëtor me mendje të shëndetshme, për të qenë një pjellor për një komb që ruan sovranitet dhe trashëgimi genetike. Pra, po dëmtohet sovraniteti kombëtar. Me këtë unë e mbyll se nuk kam çfarë të them. Ti çfarë do thuash? Edhe këto i shuan, sepse ajo po citon në ligjin. Edhe aty ku e citon, na e shpjego ti tani pak të ndjeshmërinë e gjinisë. Po e shpjegoj siç unë e kuptoj. Po. Se unë s'marr përsipër të kuptoj për tjerë. Gjua me ndjeshmëri gjinore lidhet me faktin që në konstruktin social të shumë shoqërive, një pjesë e madhe e jetës është rrotulluar rreth burrit, duke e nënshtruar gruan në të gjitha dimensionet e jetës. Politike, sociale, ekonomike, kulturore, deri dhe gjuhësore. Dhe i pjesë të madhe e ligjeve që neve kemi sot, dhe jo vetëm ne, ky është diskutim që ndodh në shumë vende, është që ky reflektimi i dominancës burrit në shoqëri ka bërë që edhe gjua e përdorur në dokumenta zyrtar, në emërtime institucionesh e tjerë, të jetë në gjini mashkullore. Okej? Dhe për i pjesë shoqërisë, që është femërore, në shumë raste i duket e padrejtë, që pse duhet të ketë një dominancë gjuhësore vetëm mashkullore. Për shembull, ne kemi paradokse të tilla që kemi avokate populli, që është grua, dhe i themi avokati populli. Dikur komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi ka qenë grua. Dhe atëherë, gjua me ndjeshmëri gjinore merr përsipër që e para të shmang këtë lloj, po themi, maskilizmit të tepruar në gjuhën e dokumentave zyrtare, duke edhe këtë prap nuk e rregullon ligji. Ligji vendos parimin, sepse kjo do kërkojë ndërhyrjen ligje të tjera. Duke bërë që ose të përdoret, kur përdoret një nominim gjinia me slash të dyja gjinit, pra kur thu komisioneri, komisionerja, me slash, ose pse jo, institucionet dhe shumë gjërat quhen në gjinin femërore. Pra të mos jetë më termi, po themi, identifikimi mashkullor i një institucioni ose i një fenomeni, i një, po themi, institucioni zyrtar, po të jetë në gjinin femërore. Jo, pse të jetë avokati i popullit, po të jetë avokatja e popullit. Unë jam shumë dakord. Pse të jetë komisioneri për mbrojtjen, po të jetë komisionerja për mbrojtjen. Kjo është ideja e gjuhës e ndjeshmërisë gjinore në gjuhë. Këtë synon. Dakor, Dorina. Unë jam shumë dakord me ju në këtë pikë. Dhe mua më bëhet shumë qefi që ti je me ne. Atëherë, edhe një herë, detyrimet e punëdhënëses, punëdhënësit në marrëdhëniet e punës. Ajo logjik që është përdor aty është. Gjua me ndjeshmëri gjinore.